ka ndodhur në kohën e Omerit radiallahu anhu, kur ishte prisi besimtarve. Dilte Omeri duke natën, duke pa hallet edhe duke pa gjendjen e besimtarve, sepse donte që të mbante amanetin ashtu siç takonte, si ishte realiteti, me e prek vetë, me e shkel vetë realitetin, jo siç ja tregojnë tjerët. Dhe përpara shtëpitë kanë qenë shumë thjeshta dhe shumë modeste. Ishte një mur rreth e përqark dhe ishte obori dhe unë dëgjonte çdo muhabet nga brenda oborit, po pak ta ngrije zërin, u dëgjonte jashtë, subhanallahu. Dhe dëgjon një bisedë që ishte midis atyre të zotëve të shtëpisë. Si duket dikush po e shtonte qumshin, po e shtonte me ujë. Qumshin po e shtonte me ujë. Dhe i thot e bija, i thot, mos e shto, thot. I thot prindit vet. Mos e shto, thot, se është haram, mos e përzi, thot, mallin, thot. Pra, duke holluar qumshin me ujë. Po flasim përpara 1450 vjetëve. Edhe këto histori që tregojmë neve, a e shikoni që janë aq aktuale që jetojmë edhe neve sot, subhanallahu. Domthon akoma edhe sot ka njerëz që e shtojnë qumshin me ujë, subhanallahu, për Zotin. Dhe i thot, po mu thot, nuk po më shef Omeri, thot, se po të shifte Omeri, do me thonë, do t'jepte një penalitet, nuk mund të lejtë ashtu. Mu thot, nuk po më shef Omeri. Edhe i thot vajza, i thot, po mirë, thot, po zoti Omeri, thot, nuk shef, thot. Dhe Omeri dëgjonte këtë fjalë nga mbrapa murit, subhanallahu. Po zoti Omeri, thot, nuk shef. Pra ti vlla im që ke diçka në dorë me mat, ose me peshu, ose ke diçka me i dhonë akun tjetrit, kujtoje që zoti Omerit, zoti jot, zoti i njerëzve, është me ty në çdo moment. Dhe neve, kur e bëjmë diçka, nuk e bëjmë se na kap ligji, po se bëmë. Neve e kemi raportin me Allahun xhaleshanu, ne kemi raportin me Zotin, ne kemi karakter. Ne duhet jemi njerëz sinqert, sepse kështu e don Allahu xhaleshanu. Ne duhet jemi njerëz dobishëm, duhet jemi njerëz që nuk hajmë hakun e tjerëve dhe nuk fryhemi me hakun e tjerëve, Zot na ruaj.